më kujtohet pra para 18 vjetë, edhe kujtoj ditën atëherë dhe sot e kam bënë një krahasim, ka qenë një farë feste shumë e mangët pa ata burra që janë thjesht gurë themeli shtetit Kosovës, e kanë udhëheqë proceset ma të rëndësishme, kur kërkush tjetër nuk ka pas mundësi me marrë, nuk ka deshtë ose s'ka pas mundësi me marrë si përgjithësie, ata e kanë udhëheqë vendin, luftën e kanë udhëheqë paqen, deri shpalljen e pavarësisë dhe është një padrejtësi tepër e madhe që ata të mos jenë pra në mesin tonë dhe me festu festen që janë njerëz ma meritur që jenë në këtë ditë. Derisa kemi dëgju prokurorin duke propozua dënim, pra këtë pyetje po do më bëj edhe juve, pra çu dijeni ju si pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës me mënyrën se si marti që po rrezikoi kanë edhe jetën, ka kërkuar sigurim nga policia e Zvicrës dhe në fund e kuptuam që ai dokumentet i paska marrë në stacionet autobusave, trenave, ish dashur me reagu që atëherë edhe si shtet, edhe si populli Kosovës, me ngrit tenda para kuvendi dhe me zhbë këtë gjykat, sepse kjo gjykat nuk merret me lopët e Kaçanikut, as me drute Atina, as me ata shpionat që janë shkuar, e kanë thonë që nuk gëzojmë me shku në Kosovës më vrasin në QK-ja, as me atë shqiptarin që është emëru është identifikuar si një tjetër komunitet për mi marrë një status të zgjedhur në Evropë, kështu që këto krejt pastaj kanë qenë devijimi asaj gjykate që për mu ka qenë bash banale për njerëzit që i kemë atje. Ndër tjera njonin për i dëshmitarëve tha, kom qenë pjesë e SPS-it, tha, pëtën që më thonë edhe falke, që më thonë si kur gjo, pëtën. Jo veç ato, në gjykat janë përmend për shembull edhe herojt e vendit, është përmend edhe Adem Jashari, edhe shtrohet pyetja, po të ishin gjallë ata, a do të ishin edhe ata në Haga jo? Sipas kësaj prokurorie, ose sipas tezave të prokurorisë, gjithsesi edhe ta do të ishin Hag. Dhe të në ato akuza të prokurorisë, ato janë përveç që janë qesharake janë edhe tragjike. Propozimi, pe asaj njohurije që kam në aspektin juridik, i te i kalon edhe kodin penal të Jugosllavisë. Edhe të Kosovës e të Jugosllavisë, sa i përket edhe në qofse... Ligjën e SFJ-s, pra pikun burgim për ditën vepër 15 vite. Edhe në qofse ato akuza ishin vërtetu. I te i kalon edhe ato kufej. Pra, thjesht gjykata i ka te i kalu tëna normat juridike dhe tëna normat morale. Është një përmbysje e moralit edhe një përmbysje e drejtësisë thjesht më i me thamë shtë. Okej. Batan, pra, thakë se kanë qenë gjinjet përzime për krejt neve. Tash, ju për qenë shumë i afërt, do me thonë me Hashim Thaqin, me Kadri Veseli, një kodë gjatë, pra për shkak se të qenurit gazetar në vitet 90-ta, që me thonë, s'ka qenë bashkë e njëta si sot me qenë gazetar, pra, dhe si ke qenë i përfshim për te i kësaj. Kjo është një ndjenjë fisnike në pamjet parë, një moment kur njerëzit e ndjenë dhe dëmshërinë për atë që ka ndodhur. Qa është dëmshëria? Që ndodhë do të përëtor, po? Unë mendoj që dëmshëria ka ndodhur për shkak të gjuhës së aktakuzës. Dhe për shkak të mënyrës se si e ka trajtu prokuroria 4 ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë nuk besoj që gjithë ta njerëz që ishin aty kishin me pas këtë ndjeshmëri, sikur kjo prokurori të ishte më e butë. Për arsye se unë gjatë një periudhë gjatë, megjithatë kam përjetuar gjëra të cilat tash në një këtë moment fese nuk flitën. Por kjo dashamirësi edhe kjo dhimbje e njerëzve sot nuk ka qenë dhimbje për hershme. Dhe gjuha për një kohë gjatë ndaj këtyre të 4-ve, realisht sidomos ndaj 2-ve, ka qenë gjuhë e ashpër. Dhe në momentet caktuara, pse unë nuk jam njeri që e ndërtoj rrëfimin vetëm kur ka dhimbje. Se me gjitha të përjetimet gjatë kësaj kohë,
jo vetëm atyre që kanë dëshmuar, po edhe plot njerëzve tjerë kanë qenë të ngjashme. Edhe në parlament, edhe në institucione, dhe edhe ajo që dje foli me pietetin më të madh, e ka pas gjuhën jo të këndshme gjatë një periudhe kohore. Edhe njeriu që sot udhëheq e ka pas në gjuhën jo të këndshme, me gisht, do të shkosh atje. Tash, këtu gjëra në kësi momente feste edhe në këtë dhimbje të njerëzve, unë i kuptoj. Dhe janë me një kthim i ndërgjegjës. Unë mendoj që një pjesë e këtyre njerëzve e kanë kthyer ndërgjegjen dhe e kanë pa të vërtetën se çfarë është kjo prokurori dhe çfarë kërkon. Vetëm të nalim te kjo çështja që Bekimi tha. Janë dy momente të Bekim të gjykatës speciale. Para, ne kemi bën një provë në vitin 2019 në dhjetor, mbasi doli lajmi dhe u aktakuza doli që s'ka trafikim të organeve dhe unë personalisht kam bërë gjithë shka 3 muaj që Parlamenti i Kosovës tash bëj. Rrugës, njeri prej miqve e pa të arsyeshme se mos me ndërtu një betejë me bashkinë ndërkombëtare dhe u tërhoq nga kjo nga iniciativë. Drejtës, jo ndaj bashkisë ndërkombëtare. Po mendojnë nga drejtës, po megjithatë kishte presion dash bashkisë ndërkombëtare se ne kishim lënë që në një mënyrë apo tjetër ditën kur shkonin të gjithë ambasadorët për Kërshëndella, të zhbëhej gjykata speciale për arsye se s'kishte arsye më me qenë se s'kishte trafikim organësh. Dhe torën zemër nuk kishim përkraj. Nuk ishim përkraj ndaj një partije politike dhe ndaj njëra që është relativisht, ose mos themi e dalur nga një pjesë e tyre e dalur nga lufta. Tash, aty ka pas një moment dobësie, që mund të them ka qenë moment dobësie e arsyeshme. Por megjithatë, ai moment kur këtë pjesa transatlantike ishte kundër asaj, për arsye se e donin një gjykim tillë për shkak të presionit të Rusisë, për shkak të presionit të disa shteteve, u tërhoqët. Dhe gjykata vazhdoi. Kjo është e vërteta. Domethënë me 27 dhjetor 2019 nuk shkojnë në parlament për të votuar për zbërjen e gjykatës speciale. Ose më mirë të themi për amandamentimin e gjykatës speciale që mos shkohet atje për të kthehet në Kosovë, gjykohet normalisht, se s'kishte arsye më ndërkombëtare për të bërë. Ky është momenti i parë. Të dytë folet sot për një farë ndjenje madhështie për këto që ka ndodhur. Natyrisht, ndjenjë madhështie për secilin edhe për mua. Por gjendja e kësaj ndjeshmërie nuk është ashtu siç është paraqitur sot. Domethënë se gjendja ku? Popull? Në popull, po. Nuk ka pasur ndeshmëri. S'ka ndru mendjen as manifestimi sot? Jo, nuk më ka ndru, për arsye se unë e kam pa shpesh herë këtë popull euforik. Edhe në momente kur në një farë mënyre ose kam pa rrezikun, ose e kam pa se nuk ka rrugë tjetër. Nuk po them se ky popull ka reaguar ndaj prokurorisë, gjithashtu ka reaguar ndaj një momenti shumë të rëndë për neve. Kosova momentalisht është jetim në këtë përplasje transatlantike mes SBA-s dhe Evropës. Dhe na nuk e dim cila ka me qenë realisht fuqia transatlantike që neve na mbron. Edhe fati jon. Dhe në këtë moment transatlantik kjo është edhe dhimbje, edhe frigë, edhe dëshirë që të lirohen njerëzit, edhe e kanë pa që aty ka pafajësi të madhe. Parasysh se rrëfimi realisht për krimin, për vrasjen, për ndalimin, ka linë botën sot dhe gjua atje nuk mundemi me mshef këto. Promotori kryesori kësaj situate, pse u shkriju narracioni tillë, lartë, është prej një gazete dhe pastaj prej shkrimeve të ndryshme. Dhe mos harro, të gjitha zonat e Kosovës
janë të denuara liderët e saj me mbi 300 vjetë burg. Mos harrojmë 6 zonat operative, 7 për janë njëna su denu. Vetëm për 6 vetëm e Gjilanit se ka asnjë të burgosën. Të gjitha tjerat janë denu me kanim 10, 13, 26, 100 sa vjetë. Më falë. Nëse kjo nuk ka qenë mjaftueshëm për dhimbje, po ka pas zim une, kam rezervat e mia për edhe kur e di që vetëm 3% e njerëzve kanë luftu në vitin 1997, 98, 99. Kjo është ajo që muj me thonë për fillim, e adhuroj madhështin, por konsideroj që është pak vonë. Megjithatë, Valen, pra, nëse duke pas parasysh të ditë disponimi këto që ka lëviz, po më mbledh njerëz, pra, me vullnet e tyre, pra, unë sot të kam qenë aty, ku pa njerëz, pra, njerëz kanë dalë me familje, me fëmijët tyre, me gratë tyre, pra, ka qenë protestë për tej, po themi një protestë të veteranëve ose njerëzve që ndinë, që më thonë, shumë ma shumë se pjesa tjetër, po duke përfshirë edhe njerëz të Tiranës, pra, që kanë ardhur bashkë me familjet e tyre, pra, kjo a është diçka për tej asaj, pra, a mund të themi që jemi tash me një fazë ku diçka po lëviz në këtë drejtim, edhe njerëz të kanë kuptu realisht se çfarë dëmi mundet më përballë Kosova nga një gjykat thellësisht e padrejtë. Po dhe pikë pare, mas pare urime ditën e madhe, pavarësin. Trimi o këtu për gjeneratat e reja është një për dizajnuzëve të flamurit Kosovës, që sot shumica evaluojnë e se din, po është bo për i trimit zyrën e tina. është marigona Po, marigon digital, se ka të verzionin romantik që e kanë qenis, pro ka dojtë të kompjutere. Ka dojtë të kompjutere dhe që mja pos më njohin edhe masë është të. Pekë spori lea që tha patoni është edhe fesët, edhe unë jam optimist për veti, për ata në hauk që vinë, unë e i kumë po mishtë e mi kërë ka njët 45 jetë, u pakën. Do vëhonë në do kemi jepë zemër për ato që e posë në lifë, mas pori të shdi bëhimit, unë ka dollë, sa e 45 jetë mladiqi, për Srebrenice, burg për jeqën, do me thonë, jo, o shumë vështirë mu mbulu, ose mu ushqy kjo akt akuzë, do me thonë ma përpora bjenë, se so që mënët me ndodhë. Dhe sët protesta që më pyjtë e le, është mash jo politikë, ke veç politikë. Monën sot organizatorët me thonë, jo politikë, politikë është mas pori themelimi. Politikë është gjithë shka. Nashta ka ndosh me thonë partijoke, ose blishka subjektive. Jo, ma shumë është thirrje për Hagën, pra për Hagën që mos me bo politikë, po me bo drejtësi, pra. Po pe fillimit, po du me thonë, është politike, edhe në fond ka me qimë politike. Batone shpikoj edhe momentumet e dilemave, kërë do është mu shu, mu votu, mos mu votu, mu shty, mos mu shty, ku të kanë shti ty për shemull me një momentum, njerës matë maj t'i venit historisë tonë moderne, mu përbol me aleat që e kanë kry intervenimin humanitarë si bombardimet e natës, me një moment, natën e Këshëndellave, ku ata ishë ndosh me konë përshim, edhe ti se ke dit asha me shku a gjabu. Pse ndodhë kjo? Po serioze, pra. Pse ndodhë kjo? Protestet. O nësët taksisti ma bëjke që për delti. Për rrësi, so herë dhe ke unë jem penzioner, dhe ke babik, dhe ke so herë na dojnë në protest për 68, kërës në ka vi. Kjo është bindje e shqiptorit djetër. Po nuk është bindje që soj gjenerote që në hagë që e njëse në Hashim thot që 4 vjesit dhe këta, që e ndërrojnë mendësim politike që mundën edhe një grup i vëgël i armatosër që i thëtë sot haga me ta ndrojë sëri. Pra, besimi se të nejtë të bo, mundët si popull i vëgël, që atë që ndodhë një apet e kena të shkru me për fuqive të mëdha, nuk u bashkë e vërti. Që kjo, pse ndodhë sëtë, pse është rëndësishme më mërdhi, e pse kjo është masive, është sepse prokuroria pikrisht ka dosht me ndërtu një, si me thonë, një fotografi, leo, ku ata si do kërkosh kësu. Hashimin ka din këta, nuk i dënë kërkosh në kësu, që është janisa. Këta kam post një grëp. Jësluba, këta policia që ne kanë qitë për shkolla, për punës, so masakrat, sa e menasi. Menasi është që këj grupi vëgën kriminal.
që si do kërkush kësu. Jo në që me bo një luft për pushtet, për qef